është destinacioni që kërkohet të arrihet pas gjithçkaje që bëjmë. Pas çdo veprimi që ndërmarrim, kemi si qëllim që të jemi të lumtur. Por, a ekziston në të vërtet lumturia, apo është thjesht një koncept? Në fakt, kjo është një pikpyetje që ha shumë diskutim. Megjithatë, nëse hedhim një sy në të përgjithshmen e asaj që quhet lumturi, shohim se për të janë realizuar edhe raporte të ndryshme. Një ndër to, edhe ai një studimi historik i gjendjes së lumturisë në 156 vende të botës, i cili merr në shqyrtim 6 faktorë kyç për mirëqenien, të ardhurat, lirinë, besimin, pritshmërinë për jetë të shëndetshme, suportin social dhe bujarinë. Këtë vit, në ndryshim nga vitet e tjera, ky raport ka në fokus edhe ndikimin e teknologjisë, normave shoqërore, konflikteve e faktorëve të tjerë që ndikojnë drejt për së drejti në gjendjen e lumturisë. Në bazë të këtij raporti, vende të ndryshme rënditen në nivele të ndryshme sa i takon kësaj gjendje. Kosova kryeson mes vendeve të rajonit, duke u pozicionuar e 46-ta, e ndjekur nga Serbia, Mali i Zi, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia dhe në fund Shqipëria. Ndërsa për të dytin vit radhazi, Finlanda kurorëzohet si vendi më i lumtur në botë. Sipas raportit, të lumtur janë jo vetëm finlandezët, por edhe emigrantët që jetojnë atje. Pasaj, rënditet Danimarka, Norvegjia, Islanda e Holanda. Ndërkaq, vendet më të palumtura rezultojnë Sudani Jugor, Republika Afrikës Qendrore dhe Afganistani. Për të shqetësuar është fakti që Shqipëria rezulton si vendi më pak i lumtur në rajon, teksa rënditet e 89-ta. E këtu zëvend pyetja: çfarë na pengon vallë që të jemi të lumtur? Ju prezantoj me njëherë miq që na janë bashkuar sot në vizionin e pasdites. Ndodhet me ne Ilir Harxhi, i cili është regjisor, skenarist. Ju falenderoj shumë që jeni me ne. Kënaqësi. Për ftesën. Po ashtu edhe Esmeralda Zoto, konsulente imazhi. Mirë se vjen Esmeralda, falenderoj që je këtu. Faleminderit juve. Konstantin Feshti, editor, mirë se vjen, kënaqësi. Ninit, njohin gjithë, po unë të prezantova në mënyrë zyrtare, mirë se vjen. Falenderoj shumë që je këtu. Linda Kalemi, eksperte i gjuhës së trupit. Mirë se vjen. Mirë se u gjejmë dhe program të mbar. Kënaqësi shumë t'ju kemi të gjithëve dhe të flasim për një temë që ka të bëjë me lumturinë. Duket se shpeshherë ne jemi në kërkim të lumturisë, duam pas çdo gjëje, siç e ndoqëm edhe në material, të gjejmë lumturinë, po a ka një nocion që e përkufizon realisht se çfarë është lumturia? Mund ta kemi ne ato gjithkohon para se të kalojmë se çfarë i mungon Shqipërisë? Ajo është sipas meje, se po filloj shumë me rradhë, po me që më drejtohet. Ajo është ndjenjë. Domethënë njeriu ndihet i lumtur dhe është ndryshme në njerëz ndryshëm. Ndikojnë marrëdhëniet me njerëzit, ndikojnë marrëdhëniet në grup, marrëdhëniet me shtetin. Të gjitha këto ndikojnë ke lumturia, po mbi të gjitha sipas meje ndikon stresi. Stresi është një gjë që lidhet edhe me nivelin që ka shoqëria jonë. Jo më kot ne jemi në rënditjet fundit, sepse edhe të ardhurat, pra paraja, siç ishte edhe ke inserti, edhe imigrantët në ato vendet baltike, domethënë në vendet skandinave, janë të lumtur. Pavarësisht se si vendi jot nuk të bëhet kush. Por sipas meje është shumë e rëndësishme marrëdhënia që ke edhe niveli që ka shteti në të cilën ti jeton. Këtë nivel kemi, këto nivele pagash janë dhe mbi të gjitha ka të bëjë shumë edhe emigracioni. Gjysma e popullsisë ka hikur. Njerëz të braktisur, njerëz që jetojnë me pension të ulët etj. Gjitha ato e bëjnë anhepi. Domethënë nuk ka lumturi kur nuk ka para, kur nuk ka mirëqenie. Jo më kot nivelet më të larta në botë janë këto vende që janë të zhvilluara, po them. Janë të zhvilluara. Nini, mendon që kjo ka të bëjë me emigracionin, siç thotë profesori, se ne kemi një brez të ri i cili po largohet, po nga ana tjetër edhe shumë të moshuar që kanë mbetur veten dhe ndoshta paraqesin dhe atë
mund të thejmë brezin tjetër të pakënaqur me vështirësitë që hasin me anën ekonomike, siç edhe e përmendëm. Unë personalisht nuk do i hiqa as pikën dhe as presjen, as gjë që profesori tha, sepse qëndron jashtëzakonisht shumë dhe ti gjithmonë, ndoshta edhe nga njerëzit që janë larguar dhe ndoshta janë larguar drejt vendeve më të ftohta që dhe rezultojnë si më të lumturat, thonë që vërtet ju mungon koha, pra kjo koha e bukur që Shqipëria në fakt e ka si vend, por sa mund ta shijosh ti atë diellin që ne kemi në momentin që në kokën tënde janë kaq shumë halla ato që ta zën komplet vëmendjen ty për të shijuar atë çfarë mund të ofrojë natyra, që dhe atë gjë neve kur vjen puna nuk dim ta vlerësojmë dhe e vlerësojmë mbasi e kemi humbur. Që kështu nuk mendoj se janë 2-3 fenomene ato që neve për shembull na heqin lumturinë apo na pozicionojnë në fund. Unë mendoj që siguria, këtu flas dhe për brezin tim, pra siguria ekonomike, sa financa ke, sa të ardhura ke ti, sa mundësi ke ti për të krijuar një jetë mirë për veten tënde, për t'i dhënë vetes ato që mund të kenë dhënë prindrit. Pra janë disa gjëra që dhe brezin tim, i keshat e mia që janë më të mëdha në moshë thonë, po të flasësh me ju është sikur po flet me 50 vjeçarin që ka një familje me 6 anëtarë për të mbajtur dhe ti thua, okay, për mënyrën se si e shohim vështirësinë e jetës. Paralelizimi bukur i them unë, por në fund të ditës nuk kam 6 anëtarë, por ama mendoj për familjen time nesër pas nesër dhe nuk kam atë siguri që ndoshta do kisha në momentin që mund të isha në Finland, në Island, në Suedi. Vende në të cilat unë kam njerëz që njoh dhe që jetojnë aty dhe që thonë, ndoshta vërtet koha mund të jetë shumë e ftohtë, ama unë e di që mjekësia funksionon, e di që arsimi funksionon, e di që vendi punës në fund të ditës, dhe pse ndoshta nuk më pranon 100% sepse në fund mbetesh i huaj, ama më respekton për atë që bëj. Dhe këto gjërat kur i mendon me veten tënde në fund të natës të bëjnë të flesh shumë më qetë, sesa po të mendosh nesër do vesh mëngë të shkurtra apo mëngë të gjata, se është koha e mirë apo e keqe. Esmeralda, si e gjykon ti dhe a ka një perceptim real në fakt lumturisë? Se ne nisëm duke folur pak për Shqipërinë, por patjetër që do ndalemi edhe më gjatë se besoj që kemi shumë faktorë që mund t'i analizojmë, po. A ka një përkufizim të saktë? Unë tek lumturia, do të siç tingëllon kështu bukur, edhe kur mbyll sytë edhe vazhdon ta konceptosh me veten, hapen shumë dritare. Ideja është që si koncept po ta trajtosh, trajton në fusha të ndryshme, trajtohet ndryshe. Nëse kaloj pasaj tek fusha që dhe unë zotroj, lumturinë do ta përkufizoja si mirëqenie personale. Që do të thotë nëse, jo, nuk flas nga ana materiale, flas nga ana e mirëqenies emocioneve, të qenurit mirë me veten, të pranosh veten, të pranosh imazhin që ti ke, edhe pastaj futesh në botën psikologjike, psikomotorike që lidhet me qasjen që ke ndaj të tjerëve dhe të tjerët kanë me ty. Pra fillon tek vetja para. Pastaj, po ta shtrojmë në kontekstin ekonomik, sa do ne jemi zhvilluar në krahasim me brezat pra që komunikuan, ideja është që të rinjt duke patur pak atë qasjen e rrjeteve sociale dhe që e kanë, ju duket sikur lumturia është aq shumë kollaj e prekshme, kur kthehen në realitet, aty fillon pastaj zhgënjimi. Sepse duke e parë të ekspozuar aq bukur, në 30 sekonda. Ti mund të gjesh çdo gjë që nuk shkon me jetën. Dhe aty pastaj ti thua, prit të kthehem në realitet dhe çfarë ndodh në të vërtetë, aty merr atë pjesën e zhgënjimit. Flas nga koncepti social. Më pastaj nga ai ekonomik, Shqipëria, është në zhvillim, por që prap janë këto kërkesa që rinisë ndoshta dhe brezit normalisht të prindërve tanë në trashëgimi e sipër, ofron, por jo atë çfarë ne jo sigurin që do ishte nevojshme që ti të ndjehesh. Është që kanë dhe shumë vendet tjera, cilat, si që e thamë, rendit e ndër të parat. Linda? Unë duke qenë personi që i kam jetuar të dy epokat, para 90-ës dhe mbas 90-ës, duke më mbështetur dhe tek praktikat e mia, sigurisht hulumtojmë sepse janë edhe pak a shumë tema tona, që ka të bëjë me lumturinë, me imazhin, me paraqitjen që pjesë e këtyre është dhe lumturia, sepse të japësh një imazh pozitiv, duhet të jesh i lumtur një herë. Tani koncepti lumturi, sipas disa studimeve që janë bërë dhe janë nganjëherë dhe të ndryshme apo përplas me njëra tjetrën, ajo që është që unë që e besoj më tepër dhe është
më afër asaj që unë mendoj është lumturia është relative. Edhe jam për këtë teori që lumturia është çka njeriu realizon, ajo që i mungon dhe e realizon. Unë po të marr shembull veten time, unë para 90-s kisha të tjera ëndra. Të bleja një makinë, shikonim jashtë kur dilnim me asamblin, gratë që ngjisen makina nëna nga autobusi i asamblit, i shikonim si një ëndër e parealizuar. Më pas u bëra me makinë, nuk kam qenë e lumtur asnjëherë. Pas e realizova të bëj me zonja një shtëpi, u bëra dhe një shtëpi dhe i 2 shtëpive. Përsëri nuk. Pra, nuk janë personale, se sa janë unë po nuk e personalizoj, por më tepër e përgjithsoj dhe them që njeriu nga një herë e bën të lumtur jo vetëm ekonomia, sepse po të shikoni edhe statistikat, përveç këtyre hulumtimeve që unë e lexova këtë artikullin tuaj, u futa edhe në materiale turke dhe gjeta edhe këtë, që nga studimet që janë bërë sidomos nga disa institucione të Harvard, këto kanë është ajo që edhe ne e dim pak a shumë, që lumturia nuk varet vetëm nga gjendja ekonomike. Sepse po të shikoni vendet që janë si Shqipëria, mendoj unë që Shqipëria dhe Turqia, me që kam dhe 30 vjetë që kam banuar në Turqi dhe njoh mirë jetën turke, edhe se si mund bëhesh i lumtur në një shtet si Turqia, unë mendoj ka të bëj dhe këto lloj statistikash mund të jenë pak jo relative, se sa nuk janë, pra janë të njëanshme ose janë të kompletuara, sepse të thuash një popull skandinav apo Europa e Veriut të zhvilluar, që është e lumtur, 70% nuk është njësoj si thuash një shtet si Shqipëria dhe Turqia, sepse ajo që unë kam jetuar është kjo, në Turqi dhe në Shqipëri janë 2 lloj mënyra të jetuari. Atë që një që është avangard, që është modern, djalë i ri, që do jetë tjetër më të lirë, e bën të lumtur diçka tjetër në krahasim me një brez tjetër, apo me një kategori që është shumë e madhe në Turqi, mund të jetë 60%, 70% si dhe në Kosovë, që janë base mjafton besimi fetar, ata e quajnë familjen të shenjtë, pra në mënyrën e tyre, ata mund të kenë parime tjera për të jetuarit që i bën të lumtur, një grua që nuk punon dhe është e lumtur se han nga mundësitë e burrit apo që i shikon familjeve të burri, dhe është shumë e lumtur dhe thotë unë jam më e lumtur në botë. Në një kohë që kjo mënyrë jetese, mua apo dikë tjetër, nuk mund ta bëj të lumtur. Prandaj unë them dhe këto lloj statistikash duhen parë, domethënë më të thella. Këto janë sigurisht janë mbase si përfaqësore, por janë përgjithësuese, por është shumë relative. Domethënë ti je e lumtur është ajo që thatë edhe parafolësit, është shumë specifike. Diçka më bën mua të lumtur, diçka e bën. Pra, si përfundim, unë jam me parimin, ajo çka njeriu ti mungon dhe realizon, ajo është ai momenti që atë e bën të lumtur. Me që jemi tek studimet, është pikërisht në një studim i fundit, ishte përqasur që lumturia është e barabartë me kohën. Fakti që në ditët e sotme nuk kemi kohë për të kaluar ndoshta edhe me familjarët tanë, por edhe me veten, që kështu e kanë barazuar edhe me kohën, pra varet nga ritmi që është i momentit dhe trendi. Nuk ndalemi ndoshta ti shijojmë momentet dhe jemi gjithmonë në kërkim të diçkaje. Po, bravo, dhe kjo është. Atëherë, nga eksperienca ime, ashtu si tha dhe Linda, edhe unë i përkas atij brezi që gjysmën e jetës e kemi kaluar në regjimin komunist dhe gjysmën në ekonominë e tregut. Kur ndroi sistemi, shumë veta e përqafuan atë, një pjesë ngelën. Por kjo krijoi prapë përsëri një lloj stresi, sepse shumë njerëz që nuk u ingranuan me këtë lloj sistem të ri, ata po përsëris edhe një herë, ata kaluan përsëri gjithkohës në stres, sepse nuk gjetën të ardhurat e duhura etj. Dhe kjo krijoi atë diferencë. Një pjesë e tyre, siç u tha, njerëzve ikën, një pjesë kërkuan të ndërtonin këtu. Sigurisht që, po marrë rastin tim, unë mora herët me biznes, qysh në ato fillime, që në fund 90-ës bile, dhe rezultatin unë e mora. Mirë po, jo gjithmonë ana materiale përkthehet në lumturi. Atë mira emocionale, po. Mua më mungon të ajo që ishte kryesorja ana shpirtërore për të cilën kisha investuar. Që do të thotë që ndëroja gjithë jetën që të bëja regjizorin e filmit dhe në momentin e ndrimit sistemit gjithçka u fokusua tek rendja e pasurimit, pra tek rendja e zhvillimit. Mirë po, e vura re që në fundit ajo pjesa shpirtërore kishte ngelur
Dhe erdhi momenti që kjo ka ndodhur 20 e ca vjetë për para, kur unë bëra atë ndryshimin e madhë, që në moshë të madhe, 24 vjeç, unë hyra në regji filmi, kur ha për herë të parë shkollë e filmit në Shqipëri, dhe plusova në një farë mënyrë edhe shkollimin dhe ëndrrën, sepse jo gjithmonë ajo lumturia vjen nga ana materiale. Mendoj që shpirtërorja është më lartë se të tjerat, sepse të themi, unë s'do jem, filmat e mi do t'jenë, do t'jetojnë. Pra në një farë mënyrë shpirti im i plazmuar atje, do ketë një lloj rezonance me kohën që do vazhdoj. Uroj që ta kem arritur, po gjithsesi në mënyrë modeste, po them që deri diku jam i kënaqur edhe jam i lumtur. Je i lumtur. E di ku duat të ndalim më vetëm një sekundë, se shumë interesante kjo që profesori Iliri thot. Duke bashkëbiseduar me një mikesh time për temën e emisionit sot, ajo thot, po edhe për trin thot, që ndoshta flas 30 e poshtë ose 30 tek mesit të 30-ave të tyre, pra që do të thot kanë lindur në periudhën e post-komunizmit, por që prapë se prapë lufta midis brezave është një luftë që tek ne është shumë evidente. Që do të thot, dhe egër shpesh. Absolutisht. Sidomos brenda familjes, që do të thotë, dhe nëse unë si një njeri që mund të jem rritur me influencat huaja, mund të jem rritur me emisione nga më të ndryshmet, pra përballem me një lloj barikade deri diku, të një brezi të cilin ti nuk mund ta fajsosh, sepse janë rritur në atë mënyrë, mentaliteti i është ngulitur në atë pikë që nuk mund t'i kërkojmë profesorit sot të bashkohet me mendimet e mia 100% pa çka se ndoshta dhe e bën. Thënë kjo, më thot, si mund të pretendojmë që në një vend të kemi 30 vjeçar të lirë, kur nuk kanë kaluar një 30 vjeçar të lirë. Pra dhe ato që sot janë brezi ri, forca punëtore e re, gjitha me radhë, prap kanë shumë mungesa në atë që mund të ketë qenë fëmijëria atyre, adoleshenca atyre, të cilat i bëjnë sot. Pra ti ke shumë 40 vjeçar të cilët mund sillen si adoleshent, dhe anasjell ta ke shumë adoleshentë të cilët janë më të lumtur në këtë moshën, do thua. Pikërisht, të cilët ke shumë adoleshentë të cilët flasin ty pikërisht për sigurim financiare dhe të thonë dhe të pyesin që si janë taksat për profesionet e lira. Që do të thotë ka një lloj kakofonie dhe ka një lloj kaosi i cili të bën ty ta kuptosh shumë lehtë se si me të vërtetë lumturia është subjektive dhe është relative, por nëse e sheh në mënyrë të përgjithësuar mungon, dhe kjo është, këtë ti mund ta shohësh qoftë në marrëdhëniet që ne nuk i kemi autentike me njëri tjetrin. Do të thënë ne jemi akoma një popull që ne jetojmë për tjetrin, ne nuk jetojmë për veta. E vërtet, po e di çfarë bën dhe do ta diskutojmë pas publicitetit, po parantez, para se të rikthehemi dhe ta ribisedojmë, është fakti që Kosova renditet ndër vendet e para në rajon dhe ne nuk besoj që kemi kaq shumë diferencë me Kosovën, po me sa duket kemi pra ai shtosa. Kemi diferencë sepse ndryshe nga ne, ata kanë qenë të pushtuar. Pikërisht. Dhe kanë vuajtur më shumë dhe vlerësojnë më shumë gjëra. Ata mirë, unë dua të opinionet e tjerë, po na duhet bëjmë një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, është më i lartë ana ekonomike. Mirë, nuk do të themi të gjitha se kemi publicitet deri rikthehemi bisedojmë sërish. Okej.